Përshëndetje, sot do t'ju tregoj një recetë tradicionale shqiptare, është fjala për çorbën shkodrane. Përbërësit që na duhen janë gjys kilogrami mish të bluar të viçit, 2 qep, 200 gram salcë tomatesh, 200 gram oriz kokër rumbullak, një copë gjalp, gjys limoni, kryp, spec pluhur, biber zi, vaj lule djelli edhe ujë. I presim qept. Qept i presim fije, jo 4 orë. Ndezim zjarmin në temperaturë të lartë. Ja qesim vaj, pak vaj sa për me fërgu qepën. Edhe qesim qepën. Edhe fërgojmë derisa të skuqet edhe të zbutet. Orizin e lajmë. Të skuqet qepa kështu, i qesim veç pak ujë për me zbut pakës qepën. Kur të avullohet uji që i kena shtu pakës qepës, e qesim mishin. Edhe i përzim bashkë. Duke i përzije, duke i përbu. Kur përzihet mirë mishi me qepën, ja fillon me shtu përbërës tjerë, qesim kryp, ja fillon me një lukë të ushqimit trapsht, kryp, 2 luke spec pluhur, biber zi, përzim krejt bashkë. Edhe jashtojmë salcën e tomateve.
Edhe non-stop që do vazhdojmë me përzimin. Pa ndërprerje. Tash shtojmë orizin. Edhe i përzim edhe përgojmë pakës. E ndrydhem limonin. Edhe ja shtojmë langun e limonit. Vazhdojmë përzim. Edhe kur të vreni që orizi ja ka fillu mu ngjit poshtë në tenxhere, ja shtojmë ujin. Për fillim, unë i shtova 1 litër ujë, po ma vonë e këshyrim nëse është shumë e trash e të hollojmë ala me ujë. Tash e presim derisa t'ja fillon me vlu. Tash, mos që ja ka fillu me vlu, e nalim temperaturën në minimum, edhe e lejmë kështu në minimum, me zi edhe mu trash langu. Tash 12 minuta është duke zi në temperaturë të ullt. Unë i kisha shtu edhe pakës ujë të nxehtë. Arsyeja është që nuk po duhet edhe shumë me qenë çorba e trash, tamam du me qenë as jo shumë e langshme, po as jo shumë e trash. Edhe kështu vazhdojmë, e lejmë edhe diku 15-20 minuta. Tash 15 minuta kanë kalu. Çorba është ju zi. Shikni orizi veç është zi. Çorba është gati. E nalim zjarmin. Edhe e hekim prej zjarmit edhe e lem me pushu pakës. Ndërkohë ne e shkrim gjalpën. Gjalpën e shkrim edhe skuqim pakës. Nuk e djegim, po e skuqim. Në temperaturë të ullt. Të ndesim zjarmin në temperaturë të ullt. Edhe shkrim kadale e skuqim.
të skuqet kështu, e nalim zjarmin. Gjalpën e skuqun, ja qesim fërmi. Edhe këtë e rujmë kur e servojmë, ja qesim pjatave. Çorba shkodrës është gati. Edhe këtu mund t'ja shtojmë pakës gjalp të skuqur. Ja pra, kjo ishte receta e çorbës shkodrane. Faleminderit shumë për vëmendje, miru pafshim në videon e ardhshme.